Laret Vasili dhe Egli Tako janë në garë për të shpallur finalisti i dytë i këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ata kanë qëndruar përpara banorëve së fundmi duke u përgjigjur pyetjeve të tyre. Një nga pyetjet që u parashtrua aktorit ishte të bënte me atë sepse meriton që ai të jetë në finale. Lerti deklaroi se e ka nisur këtë spektakël pa asnjë strategji dhe pa menduar asnjë lloj skeme. Unë mendoj që e meritoj të shkojë në finale për arsye të mëposhtme. E para kam bërë një lojë pa patur asnjë strategji apo skema të ndryshme të cilat shpeshherë kemi dëgjuar në shtëpi dhe kur I kemi zbuluar, janë thënë ishin lojë. Unë nuk kam pasur një rrugëtim të tillë, u shpreh ai. Pritet të shihet se kush nga ata do të shkojë në finale teksa ka mbetur dhe pak orë deri në fund. Finalisti I parë I këtij reality show për si vjetë u shpall këngëtarja Rozana Radi. Ju komentoni të çoni në finale Eglin apo Laertin?